Shpife për personazhet e Big Brotherit duket se është një armë që e përdorin rrjetet sociale për të marrë shikueshmëri, por në një kohë si kjo, e vërteta duhet thënë. Këtë e kam për një lajm i cili është bërë viral disi me një titull skandaloz: gjesti i Deho në koncert. Për këtë situatë ka reaguar dhe kompania, le të themi ajo që ka organizuar koncertin e gjestit në Belgjik, ku së pari është shprehur që koncerti ka qenë 100% sold out, pra ka qenë i rezervuar në çdo cep dhe njerëzit kanë qenë aty për të ndjekur gjestin, i cili nga ana tjetër nuk ka nevojë të dehet, por është dhënë nga dashuria e madhe që po merr nga njerëzit kudo që po shkon dhe kudo që do të shkel. Për herë të parë që pas daljes nga Big Brother, të një rrugtimi të gjatë në 2 Big Brother, ai do të performoj në vendin e tij, në vendin e zemrës, në Pej, që pas rrugtimit që ka bërë për në 2 Big Brother, ai nuk ka pasur asnjë performancë në Kosovë. Dhe kjo do të jetë dalja e tij e parë përpos turit në Europian që ka bërë në disa shtete, por edhe atij që do të bëjë në Amerikë. Gjestin e së mbrëmë në festën Kurban Bajramit do të jetë në Pej dhe jo i vetëm. Bashkë me të do të jetë dhe Leo, një nga personazhet më të komentuar në Big Brother Kosova. Ishte ai që e nxori në përballjen kokë më kokë me Drilonin dhe që gjesti doli nga shtëpia e Big Brotherit të Kosova pa qenë në finale, por u shndërrua në një fenomen. Interesante do të jetë se si do të jetë raporti apo kimia që do të kenë ndër veprimi, pasi Leo e ka treguar shpeshherë që vendimin për të nxjerrë kokë me të dhe Drilonin nuk ka qenë as pak për të larguar gjestin nga shtëpia, por Drilonin e nga ana tjetër nuk e ka ndarë suportin e tij për gjestin në rrjetet sociale, duke e përkrahur, por edhe duke i dërguar atij një mbështetje me SMS sa herë ka qenë në televotim për diçka apo në tjetër. Do të jetë interesante, por këtë do ta komentojmë kur të kryet si gjë, do ta komentojmë në videon e ardhshme në Trotshme Redin. Duke qenë që sot po mbetemi vetëm tek performancën e tij të parë që pas daljes nga Big Brother do ta ketë dhe Josefin Marku. Sigurisht një emër i cili është kontestuar shumë për veprimet që ka bërë në fundin e rrugtimit të tij në Big Brother, por nga ana tjetër një personazh i cili ka shikueshmëri, ka dhe klikime. Kënga e tij Dhimbje ka arritur mbi 2 milion shikime në një kohë fare të shkurtër, vetëm disa ditë, dhe nuk është një shifër e lehtë për një treg ku çdo ditë artistët tanë që kanë emër edhe vite punë në treg nxjerrin projekte, e kjo do thotë që interesimi për të është i madh, paçka se nuk ka një lloj qasje pozitive për të kur komentohet përpos faktit e shuplakës që i dha gjestit. Do të shihet se çfarë do të performojë Jozi sonde dhe si do të pritet nga publiku, edhe këtë do ta komentojmë në videon e ardhshme në Trotshme Redin. Duket që ka disa ditë që është në Pej gjesti, pasi këto ditë ka ndarë dhe video në fshat, në Katun, duke bërë hajgare, por duke treguar dhe tipin e tij sportiv dhe shumë të pëlqyer dhe shumë të admiruar nga njerëzit, pasi e ka vlerësuar dhe e ka ndashur këtë lloj cilëtërsie dhe këtë gjest pa komplekse, pa ngjyra, ajsa ka hedhur edhe një video me nanën e tij ku e ngacmon edhe ajo teksa i thot natën e mirë, një hit që gjesti e bëri gjatë rrugtimit të tij, një frazë që u bë virale. E si mbyllje, dua ta bëj një urim për Kurban Bajramin, shëndet dhe çdo të mirë në çdo tryezë të shqiptari dhe të jemi më shumë të përbashkuar me njëri tjetrin.